Një ngjarje e rëndë është regjistruar mëngjesin e kësaj të mërkure në fshatin Arsën të bashkisë Fusharës, ku një çift bashkëshortësh është dhunuar nga personat maskuar. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 8, ku sipas informacioneve, disa persona të paidentifikuar dhe të maskuar kanë ndaluar fillimisht Skëndernikën dhe e kanë goditur fizikisht. Më pas, të njëjtët autor kanë ushtruar dhunë edhe ndaj bashkëshortes së tij, Bardhanika, duke shkaktuar dëmtime përpara se të largoheshin nga vendngjarja në rrethana ende të paqarta. Pas ngjarjes, çifti është transportuar me urgjencë në spitalin e Pukës, ku aktualisht ndodhen të shtruar nën kujdesin e mjekëve. Burimet spitalore bëjnë mbi dije se gjendja e tyre po monitorohet, ndërsa nuk raportohet rrezik për jetën. Gjatë deklarimeve të para pas marrjes së ndihmës mjekësore, antarët e familjes kanë mohuar se në të kaluarën kanë pasur konflikte në zonë lidhur me çështje që sipas tyre lidhen me kultivimin e kanabisit dhe mbledhjen e frutave të egra. Atë më ka thënë shërë, policia e mbujnë të. Mene ka pas automatikën, të rakote që ka pas të shkop dëmëni. E ka një nga unë, kanë dalë në shpi, kanë ka bërë. Në robu e ako këtu sash, se që gjatë mua, e dalë në nëjmë kjo, e ka përnë ata. A 3 ditë, Kristian Bola, i ka thënë merri punëtyrët, e i ka dalë në automatik djallit. Kër shteti e ditë, mërë, ka dalë në bjeshkë. Kër shefi, isë në shefi Pukës më i madhe. Policia ka nisur hetimet për identifikimin dhe kapjen e autorëve si dhe për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes. Deri në këtë fazë nuk ka persona të shoqëruar apo të arrestuar në lidhje me rastin.